Faleminderit zonja drejtoresh e përgjithshme, zonja Mitrojozhi, për paraqitjen e drejtanishme. Siç jeni në dini, ne do të vazhdojmë me pyetje dhe konstatime dhe shqetësime që mund të kemi, qoftë në parim, qoftë rasteve konkrete që mund të jenë nga zonat e gjithsecilit nga ne, apo nga njohuritë që mund të ketë të thelluara për çështjet të kulturës. Dua t'ju them që ne kemi nisur siparen e seancave dëgjimore pikërisht me juve, sepse besojmë se kultura është shumë e rëndësishme, por mund të jetë edhe në funksion të turizmit, siç e përmendët edhe ju, kështu që në një farë mënyrë edhe ne kemi treguar vëmendje të veçantë ndaj jush, duke i ftuar të parët në hapjen e këtij komisioni në fakt të ri të dedikuar për kulturën, turizmin edhe më pas edhe për diasporën. Në këtë aspekt, edhe pyetjet që kemi, besoj që kanë edhe kolegët, janë disa, sepse janë dhe të akumuluara nga fakti që nuk kemi pasur seanca të këtij lloji dhe një komision të dedikuar, kështu që do t'ju lutesha që gjithsecilit me durim dhe me qetësi të komunikojmë me njëri tjetrin. Atëherë, po ju pyes për disa çështje parimore, por edhe me shembuj konkret. Sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit, i cili bën edhe ai një monitorim të gjendjes së monumenteve të kulturës, unë e kam këtu, thotë që monumente që nuk ekzistojnë më, që janë shkatruar plotësisht, janë 122. Monumente që kanë nevojë për restaurim janë 884. Monumente që kanë nevojë për mirëmbajtje janë 745. Objekte të tjetërsuara janë 98 dhe objekte pa kartel identifikimi, që është edhe pjesë e punës tuaj, janë 15. Këto janë gjetje të kontrollit lartë të shtetit. Në lidhje me këto gjetje, kush është qëndrimi juaj dhe puna juaj si institucion që pse kaq shumë monumente të shpallura si të mbrojtura, se praktikisht nuk janë në këtë gjendje të rënuar, ndërkohë që ligjërisht është kompetencë e institucionit tuaj për ta ruajtur dhe për ta restauruar. Dhe gjendja vërtet është tragjike për Shqipërinë, nisur nga këto. Ju a i merrni një kopje të raportit të KLSH-s në lidhje me, në fund kur t'ja vja punë, se do bëjt e gjitha për. Në lidhje me gjendjen që kanë monumentet, dhe a keni bërë ju një reflektim në lidhje me këtë për të thënë se çfarë do duhet që të ndërhyni, dhe nëse keni projekte konkrete të restaurimit apo të ndërhyrjeve emergjente pas këtij raporti, sigurisht mund të na i merrni si shembull edhe këtu. Unë do t'i bëj të gjitha pyetjet, kështu që mbajini shënim që të kemë mundësi që pastaj dhe ju të bëni përgjigjet. Në Shqipëri është më se evidente, edhe besoj bijem dakord gjithë, që janë dhënë leje ndërtimi brenda zonave të mbrojtura historike, dhe këtu mund t'ju marr shembuj konkret. Ashtu siç e shikojnë gjithë që janë dhënë leje në Gjirokastër, në Berat, në Butrint, por shembulli konkret që unë do t'ju sjell është pika e vogël e Mirela Kumbaros, gjiri i manastirit. Gjiri i manastirit, e nderuar drejtoresh, sipas raportit të UNESCO-s dhe ICOMOS, thotë nuk është respektuar monitorimi arkeologjik nga investitori. Është një raport, në fakt, që ka bërë Iris Pojani, nuk e di nëse e keni mandatuar ju apo është raport privat, por dhe ai raport sipas UNESCO-s nuk përmend strukturën rrethore që u zbulua në vitin 2010 dhe më pas rezultoi të ketë qenë brenda hapësirës projektit sipas UNESCO-s gjithmonë. UNESCO thekson se vendimi për të ndërhyrë u mundsua pikërisht mbas zvogëlimit të parkut kombëtar të Butrintit në janar të vitit 2022 dhe gjetjet janë atje dhe banorët e zonës e konfirmojnë, por dhe monitorimet arkeologjike e konfirmojnë. Tani pyetja për ju është: a keni pas ju monitorim arkeologjik si detyrë funksionale, duke qenë se është në gjirin e manastirit dhe ju e dini atje, çfarë ju kanë dalë nga monitorimi juaj arkeologjik,
dhe a keni pas ju presione politike apo ekonomike për të ndryshuar raportin, për të ndërtuar në këtë zonë, ose për të ndërtuar në zonat e tjera, siç po ndërtohet në Berat, në Butrin, duke qenë se ju jeni institucioni përgjegjës dhe kjo heshtje administrative që bëni, pra nuk ju kam parë ndonjëherë të ngrini zërin për sa i përket këtyre lejeve që jepen sidomos në zona të mbrojtura dhe me objekte të trashëgiminisë kulturore. Është heshtje e zgjedhur, pra zgjidhni të heshtni, apo është e imponuar nga presione që mund të vinë nga ministria apo nga faktorë të ndryshëm politik apo ekonomik. Nga ana tjetër, ju thatë që jeni gjatë gjithë kohës, po them, në mbikëqyrje të situatës për të parë ku mund ndërhyni etj etj. Në vazhdën e kësaj heshtje që unë e quaj heshtje administrative, ne nuk kemi parë ndonjë reagim publik nga institucioni juaj kur e drejtoni ju apo kur e kanë drejtuar të tjerët, në rastet për shembull flagrante kur ushëm teatri kombëtar. Ushëm teatri kombëtar dhe instituti juaj zëre se nuk ekzistonte. Pra e ka detyrë të mbrojë trashëgiminë kulturore dhe nuk arriti dot që të bënte asnjë deklaratë publike. Çfarë ndodh në këtë rast, dhe unë jam kurioze ta kuptoj edhe presionin që ju mund të keni nga shumë faktorë. Në detyrat tuaja, dhe unë e kam marrë tekstualisht nga ajo që paracikton ligji dhe vendimet, thotë që ju jepni leje, miratime ose refuzime për ndërhyrje restauruese, ndërtimore, apo restaurime në zonat me potencial arkeologjik, zonat e mbrojtura, monumentet e kulturës. Tani kam një pyetje shumë konkrete dhe në lidhje me këtë. A keni dhënë ju leje për atë përçundimin që u bë Via Ignatias? A ju ka pyetur njeri për këtë? A keni ju një korrespondencë para se bashkia të ndërhynte? Dhe a keni lejuar ju që të bëjë kjo ndërhyrje ndërtimore në Via Ignatia? Nëse nuk keni dieni paraprakisht, mbasi u njohët publikisht se u bë çështje e madhe publike, a keni ju një qëndrim dhe a keni pas korrespondencë me bashkinë dhe çfarë është ajo që ju do të bëni për të mos humbur këtë pjesë të trashëgimisë kulturore shqiptare, por edhe po them historike? Dhe si e zgjidhni që të merrni informacion në rast se nuk keni marrë për këtë rast? Si e zgjidhni që ju të merrni informacion të përhershëm, të vazhdueshëm nga bashkitë për sa kohë mendojnë ndërhyrje në monumente e kulturës apo në zona me potenciale kulturore? Pra keni ju diçka të institucionalizuar për të cilën mbani një korrespondencë të vazhdueshme apo një qëndrim të vazhdueshëm në lidhje me këtë? Nëse kalon bulevardin e nderuar drejtoresh, shikon ministrit. Dhe ju e dini që ministrit janë pjesë e një ansambli historik të mbrojtur. Po në fakt ministrit, siç është lyer njëra, nuk është lyer tjetra. Siç është bërë njëra, nuk është bërë tjetra. Dhe janë bërë në gustot e ministrave, me sa kuptoj. A keni ju mes Tiranës një qëndrim publik se si fasadat e institucioneve që do duhet të ishin institucione, ansambël historik të mbrojtura me VKM, të jenë ashtu siç i kërkon standardet e historisë dhe të monumenteve të kulturës, sepse instituti juaj e ka detyrë dhe duhet të reagojë dhe për këtë. Nga ana tjetër, unë jam deputete, siç përmenda Butrintin, gjirin e manastirit, unë vetë jam deputete e Sarandës, e Qarkut Vlorë, po e Sarandës. Butrinti ju e dini, sepse e keni kaluar atë marrëveshje kur ka qenë ministre dhe drejtoresh e bordit, drejtuese e bordit, zonja Elva Margariti. Butrinti sot është me koncesion ADF-s, Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, ku shteti është minoritar. Ju si institucion, tash me këtë marrëveshjen e re,
Ju e dini që Butrinti brenda vetes ka pasuri të jashtëzakonshme, monumente të jashtëzakonshme kulture. A keni ju akses për të parë gjendjen e tyre? A keni ju akses për të bërë raporte mbi ndërhyrjet që duan të bëjnë? Unë kam parë tendera që bën ADF-ja, fondacioni, të cilat janë për ndërhyrje restauruese dhe kërkohen privat. Në këtë aspekt, roli juaj cili është? Pra kush na i garanton neve që na e mbrojnë trashëgiminë tonë kulturore, koncesionari, në këtë rast fondacioni për menaxhimin e Butrintit ADF-ja. Ju keni listuar në informacionin që na sollet edhe projekte të ndryshme, të cilat patjetër nuk janë me emra, janë me shifra, por që unë dua të di në lidhje me projektet. Më ka rënë në sy këtë verë në fakt u bë edhe më e madhe, një projekt i një OJF-je, basi doli lajmi për shpellën e Spilles në Himar. Projekti ishte 2.5 milion euro, dhe ai projekti kishte marrë copy-paste një projekt në Kin, me shpellën e Kinës, dhe i kishte ndryshuar emrin, ja kishte quajtur shpella e Spilles në Himar, dhe kishte marrë 2.5 milion euro për këtë gjë. Tani ju si institut e para, këto projekte, pse nuk zgjidhni që t'i bëni vetë edhe me studius shqiptar? E dyta, a keni një qasje ndaj dhënies gjithmonë tek privati të parave për sa i përket trashëgimisë tonë kulturore? Pra, a na e garantojnë apo na sjellin këto projektet copy-paste nga Kina, të cilat nuk kanë të bëjnë asgjë me mënyrën se si duhet ruajtur dhe si duhet lartësuar identiteti, trashëgimia, historia jonë shqiptare, sepse kjo është edhe, po them, detyra juaj kryesore. Dhe për të kuptuar kush i miraton projektet, kush i ndjek dhe kur ju jepen OJF-ve, cili mund të jetë roli që mund luaj instituti kur e merr një OJF, një projekt, sepse prapë është detyra juaj ligjore për mbrojtjen e atij monumenti apo për mbrojtjen e asaj trashëgimie kulturore të rëndësishme për vendin. Shqetësimi tjetër, ja ta mbaroj. Për shqetësimi tjetër që kam në lidhje me këtë, ka të bëj me faktin që ju e përmendët, shumë shpesh përfshihet trashëgimia dhe prapë është e freskët këtë verë, përfshihet nga situata të cilat janë të pakontrollueshme, si situatat e zjarreve, apo situatat tjera të kushteve atmosferike, apo tërmetet, siç është përfshirë Durrësi që ende vuan nga pasojat e tërmeteve. Në këtë aspekt, mund ta thoni ndërhyrja juaj kur ka këto lloj fatkeqësisht natyrore, apo un kam ka raste objekte që janë edhe objekte fetare në fakt, po edhe pjesë të trashëgimisë kulturore. Çfarë ndodh, çfarë raportesh keni me bashkitë përkatëse dhe a ndërhyni ju në restaurimin e tyre direkt, pra bëni një evidentim një herë të dëmeve, sipas asaj që kërkon jo vetëm ligji, por edhe shkenca nëpërmjet njerëzve adapt për të bërë atë, sepse un kam parë që shkojnë specialistë të bashkisë për të bërë evidentim dëmesh, dhe ata nuk ja kanë iden fare se çfarë paraqet ajo për trashëgiminë kulturore dhe si mbrohet edhe si duhet ta evidentojë një herë dëmin. Edhe kur u dogj parku kombëtar i Finiqit, të cilin besoj keni vajtën specialistë të bashkisë dhe thoshin s'ka gjë se janë ndjek ca gur, ndërkohë gurët ishin historia atje. Kupton se ata kanë tjetër perceptim mbi dëmin. Pra ata kanë të dëmi i baktis, të dëmi i pemës, ullirit, pra një gjë materiale, kurse ne kemi një gjë tjetër. Dhe ndaj të duhet që mos ju lihet në dorë specialistëve të thjeshtë të bashkive, po të jetë instituti juaj garant për evidentimin dhe sigurisht më pas edhe për restaurimin. A publikoni ju një raport vjetor në lidhje me përdorimin e fondeve që keni nga buxheti i shtetit dhe a merrni fonde si institut nga donatorët ndërkombëtar dhe po këto fonde nëse merrni a auditohen, sepse këto nuk janë në fokusin e KLSH-s, KLSH-ja ka vetëm buxhetin e shtetit. Së fundmi, patjetër, kemi kohën pa kufi, mund bëni sa pyetje të doni. Në Tiranë
zona drejtoresh në Tiranë është vendosur që 15 vila historike kulturore të Tiranës të tjetërsohen dhe të kthehen në kulla. Do shta jo direkt të gjitha në kulla, po parimisht gjatë rrugës të gjitha mundësisht kulla. A keni ju një qëndrim dhe a jeni të informuar mbi këtë plan që ka qeveria shqiptare, iniciuar në fakt nga Mirela Kumbaro, për prishjen e vilave të vjetra në Tiranë dhe për krijimin e hapësirave të reja ndërtimore me qëllim kullat apo objekte të tjera të larta në Tiranë, dhe patjetër kush është qëndrimi juaj dhe çfarë do të ndërmerrni ju për këtë. Cilat janë masat konkrete që ka marrë instituti juaj për të parandaluar vjedhjen e artefakteve nga kishat, muzet apo zonat arkeologjike? A kemi një sistem monitorimi aktiv? Dhe nëse keni raste, sa raste jenë zbuluar dhe sa janë ndjekur penalisht pikërisht me iniciativë të institutit tuaj? Pra i keni evidentuar dhe i keni çuar ato para drejtësisë për të marrë përgjigjen e merituar. Zona drejtoresh, unë kam kontakte të përhershme me arkeologët shqiptar, me Institutin e Arkeologjisë, me studius shqiptar edhe për shkak të funksionit. Dhe një nga kritikat themelore që ata kanë për institutin është fakti që arkeologët, historianët, arkitektët, restauruesit shqiptar shmangen maksimalisht dhe i mungon një lloj transparence dhe projekteve tuaja të kenë mundësi që dhe të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e këtyre projekteve. Kështu që për t'i dhënë përgjigje edhe kësaj kritike, mund na thoni sa keni ju arkeolog, historian apo restaurues që bashkëpunoni për hir të projekteve tuaja dhe si funksionojnë përzgjedhja e tyre. Pra aplikojnë, janë pjesë e stafit, punoni vetëm me stafin e përhershëm tuaj, apo hapeni edhe për sipas thirrjeve apo sipas projekteve të caktuara, se është diçka që më ka ardhur në mënyrë të vazhdueshme në fakt, që nga emra të mëdhenj të arkeologjisë edhe deri tek njerëzit që sapo mbarojnë universitetin dhe duan që patjetër të përfshihen për të krijuar dhe eksperiencë. Dhe për ta mbyllur këtë sesion të parë të pyetjeve, por jo të vetmit, vetëm për hir të kolegëve, po tani ne këtu ndajemi që të bëjmë pyetje, kupton? Do të keni fjalën, më unë kam fillim, ju bëni dhe 78 i mban më drejtoresha se ka ardhe me staf, mban dhe shënime, besoj se ka kapacitetin për këtë. Po, ne fjalën kemi. Instituti e përmendët juve që ka disa bashkëpunim thatë konkret me shkolla apo me universitete. Pa dashur që t'ju kërkoj emra, dua të kuptoj çfarë roli keni ju, pra çfarë roli keni vendosur vetes në fakt, se çfarë roli në ligj e shikoj, për të bërë atë që quhet, që unë e quaj edukim kulturor kombëtar. Pra si ndikoni ju që shoqëria shqiptare të ketë atë edukimin me kulturën, mbrojtjen për trashëgiminë kulturore, vetëdijtsimin për mos e shkatëruar trashëgiminë kulturore, për ta mbrojtur atë, për ta evidentuar dhe për t'ju thënë juve, po them edhe kur ka problematika. Ju përmendët këtu sezonin turistik, duke thënë që ishte një sezon i suksesshëm, kjo është për të diskutuar, dhe ju thatë që e keni në fokusin tuaj për të rritur vizitueshmërinë e siteve të trashëgimisë kulturore. Tani mua këtu më bëre kurioze dhe fakt të pyetje e shtova, se çfarë po bëni ju konkretisht për të arritur vizitueshmërinë e këtyre siteve, sepse në dijenin time guidat mungojnë, audio guidat po se po, infrastruktura që të çon atje është, siç e përmendët dhe ju, jashtëzakonisht shumë e keqe në shumicën e rasteve, me raste caktuara që mund të jenë bërë investime, kështu që ku konkretisht ndërhyni ju që ta bëni të rritet vizitueshmëria e këtyre siteve trashëgimisë kulturore që për ne është shumë e rëndësishme patjetër, sepse janë më shumë të ardhura, më shumë njohje e kulturës edhe identitetit kombëtar. Me këtë po e mbyll sesionin e parë të pyetjeve, fjala për ju.